studentët në mbështetje të ish-krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Është nxjerrur një peshk i rrallë nga ujrat në një plazh të Sicilisë. Për 30 sekonda janë 146 puthje që Joshua Sanders ja bën Gjeni Trojt. Përshëndetje të dashur shikues, mirë se erdhët Fix në kohë me mua Kushtrim Bekollin. Këtë të premte jemi gati për vikend, padyshim, jo vetëm unë, por të gjithë, besoj që edhe ju dashur shikues, sepse keni punu shumë edhe keni dëgju shumë që besa na keni përcjell shumë, jo vetëm mua në Fix në kohë, por në bazë të statistikave edhe kohavizionin në përgjithësi. Faleminderit që qëndroni me ne dhe faleminderit që do të jemi së bashku për më shumë se 45 minuta. Bashkë me laqini këto një pije freskuese jo alkoholike e kaqme shishme, pa dyshim. A është gjysmë plot apo gjysmë thatë vendos në ju, a jeni pesimist apo optimist, për lë këto temën e ditës e kemi dhuna fizike në shkolla si të parandalohet, sepse kemi parë edhe një xhirim që vjen nga betimi për drejtësi, duke parë edhe drejtorin e shkollës, pavarësia, duke ushtruar dhunë ndaj nxënësit shkollën të cilën edhe arsimtari vetë para pak ditësh bëri të njëjtën gjë, njëjtë si kur drejtori i shkollës, por për këtë padyshim që do të komunikojmë, do të bisedojmë bashkë me ju dhe do të marrim edhe opinionet e juaja se si mund të parandalohen gjëra të tilla as pak pozitive, sidomos në shkollat fillore, por edhe të mesme. E gjithkund nuk ka vend për dhunë padyshim, e si rëndëm do t'i marrim edhe disa prej titujve kryesor të koha.net-it, përfshirë ato edhe viralet e kohës. Studentët në mbështetje të ish-krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, njëri prej titujve në koha.net, antarët e Parlamentit Studentor të Universitetit Prishtinës Hasan Prishtina kanë zhvilluar një aksion simbolik para zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s që përgjykohen për krime lufte në Hag. Ata kanë qëndruar të zyra e BE-s duke mbajtur në duar pankarta me mbishkrimin drejtësi jo politik, që është edhe moto e marshit i cili do të zhvillohet në Prishtinë në 17 shkurt në mbështetje të ish-drejtuesve të UÇK-s. Ata në duar gjithashtu kanë mbajtur dhe flamurin kombëtar, atë të Kosovës dhe flamurin e UÇK-s. Paraprakisht këtë të fundit e kanë ngritur edhe pranë rektoratit me rastin e 56 vjetorit të UP-s. Zyra e prokurorit të specializuar pretendon se Thaçi, Veseli, Selimi e Krasniqi kryen marrëdhënie, në fakt kryen ndërmarrje të përbashkët kriminale që ndërlidhet me 6 akuza për krime lufte dhe 4 akuza për krime kundër njerëzimit. E keni këtë artikull të detajuar edhe më shumë. Nga fakt studentët po ikin pak të ajo se çfarë ndodhi në vendin tonë. 6 federata në kategorinë A e judos, është ajo e para. Ministria e Sportit dhe Rinisë ka publikuar të premten kategorizimin e federatave sportive. Në kategorinë A janë 6 federata sportive, e para është e judos, më pas e karates, volejbollit, handbollit, futbollit dhe basketbollit. Në kategorinë B është vetëm federata e boksit, kurse të tjerat janë në kategorinë C dhe në D. Në bazë të kategorizimit bëhet edhe përkraja e federatave nga buxheti i shtetit. E keni në koha.net gjithë listën prej 22 federatave, se cila prej tyre i ka dhe pikët dhe kategorinë, pra prej kategorisë A deri në kategorinë D. Për të marrë një lajm tjetër, i cili lidhet edhe me temën e ditës, që është dhuna fizike në shkolla si të parandalohet, e kemi titullin Avokatin nxënësi e kishte kanosur me vrasje drejtorin e shkollës Pavarësia. Avokati drejtorit të shkollës Pavarësia Rinor Bajrami ka thënë se klienti i tij ditë më parë ka paraqitur kallëzim penal ndaj nxënësit i cili ishte përfshirë në një konflikt fizik me një mësimdhënës. Sipas avokatit, nxënësi ka kanosur me vrasje dhe ka fyer rënd drejtorin dhe familjen e tij, po e citojmë pak. Klienti im me 5 shkurt 2026 ka paraqitur kallëzim penal ndaj nxënësit A.O për kanosje me vrasje, sharje dhe fyrje të rënda ndaj tij dhe familjes së tij. Pra, organet e rendit kanë qenë të njoftuara për situatën disa ditë para incidentit të publikuar. Me 9 shkurt, ajo është përballur sërish me sharje ndaj familjes së tij, me fyrje të rëndë të vajzës së tij 2 vjeçë gjysmë dhe me kanosje të drejt për drejt me jetë nga i njëjti person. Reagimi i tij ka ndodhur me ato rrethona konkrete në ndikimin e drejt për drejt të kanosjes. Menjëherë pas momentit kritik, ai vetë ka ftuar policinë dhe ka raportuar ngjarjen, thuhet në sqarimin e avokatit, të cilin e gjeni në koha.net. Për fund, po jo nga rëndësia prej
titujve të Koa.net është konfirmuar edhe finalja e kupës më 18 shkurt në Rahovec, tashmë është zyrtare. Finalja e kupës së Kosovës në basketbol në mes të Trepsës dhe Bashkimit do zhvillohet më 18 shkurt në palestrën Mizaer Isma në Rahovec. Vendimin e mori bordi FBK-s pasi klubi Rahovec sa shprehu interesim për të organizuar finalin. Bordi po ashtu ka vendosur që shitja online e biletave të filloj nga çerek finalit e play-offit në Superligën e meshkujve. Përgjithësi i Kosovës A në konkurrencë të femrave është Lori Klokoçi, kurse ndihmësi i tij Laberion Ibrahimi. Janë përcaktuar edhe përzgjedhësit e grup moshave tjera. Shpresojmë që kjo finale të kaloj pa problematika në parket, por po ashtu edhe në tribuna, sepse jemi bërë boz duke parë dhunë edhe dhunë të një pasnjëshme fakt në tribunat tona, por ndoshta kjo do t'jetë e hajrit dhe e fundit sa i përket problematikave. Ikim pak tek rekordet Guinness, sepse njëri prej tyre është shumë i veçantë, nuk e di, ja u kisha preferu personave që kanë të dashur apo të dashure. Janë më shumë, për 30 sekonda janë 126 puthje që Joshua Sanders ja bën Jenny Troit dhe në këtë mënyrë ka arritur që të fitohet vendi ose të fitohet edhe një mirënjohje nga rekordi Guinness për këtë grup 126 puthje për 30 sekonda. Interesante. Shohim puthjet janë shumë të shpejta, cak, por edhe merita ose dekorata që vjen nga rekordi nga Guinness është shumë i veçantë. Pas kësaj, një rekord tjetër, kushdo që ka këtë pjesën e fort, ju preferoj me përcjell, janë ara të kokosit të thyera brenda 1 minute, dikun 84 së shprej James Goud, i cili vjen nga Gjermania, ka arritur që të bëj të vendosë në fakt një rekord sa i përket thyrjes arave në një stil krejtësisht tjetër, dihet se sa të fuqishme janë këto ara të kokosit, por dikush mund tjetë edhe më i fort se atë ara. Për fund, po jo nga rëndësia, kemi 2 fotografi cilat vinë nga Sicilia. Është nxjerrur një peshk i rrallë nga ujrat në një plazh të Sicilisë, e kjo specie jeton në thellësinë nga 200 deri në 1000 metër. Me të vërtet një peshk që nuk e kisha parë asnjëherë, por është kurioziteti i ditës në Sicili. Kjo specie përket peshkve mezopelagjik dhe jeton në thellësi nga 200 deri në 1000 metër. Gjatë ditës qëndron në thellësi të mëdha për të shmangur grabiçarët, ndërsa natën ngrihet në sipërfaqe për të ushqyer, thuhet në mediat italiane. Dhe sipas këtyre mediave, biologu Isgrol, drejtor dhe themelues i muzeut të detit atje, nxitoi në vendngjarje dhe pavarësisht përpjekjeve për ta shpërtuar, peshkun nuk mbijetoi, por i dha shkencës një mundësi të paqmuar për studim. Pra, me atë sa po kuptohet nga mediat italiane, është për herë të parë edhe duke u studiuar kjo specie e rrallë që gjendet në bregdetin e Italisë, por po besoj edhe në bregdetet tjera. Dhuna fizike në shkolla si të parandalohet +33 48 707 770 numri kontaktues, ngjarje të cilat me të vërtetë na kanë penguar edhe na kanë friksuar në një farë forme. I kemi parë në shkollën Pavarësia, shumë të tjera fatmirësisht nuk i shohim, por e di që raportohen ndoshta dikund edhe përfundohen me kaq. Po pres telefonues, nuk e di nëse do t'i kemi sot apo nuk do t'i kemi, është e premte, janë duke bërë gati edhe persona që t'i kënë dikun për vikend, besoj që prej të hanës deri të premte, sidomos gjeja kemi dhënë një opsion jashtëzakonisht bukur se ku me kalu vikendin, bëhet fjalë për bjeshkën e madhe të dëqanit atje, por sot është krejtësisht temë tjetër, flasim përsëri për dhunën në shkolla dhe për atë se si duhet parandaluar. Regjia nuk e di a kemi as kemi, apo e paralajmëroj edhe një të ftuar të cilin krahas që kam mek është një person padyshim që mundet edhe me na tregu se çysh mundet me u parandaluar të dhuna në shkolla, sepse është pikërisht person që ka shumë kontakt me njerëz, edhe është para se me fol për MMA, para se me fol për shtëpinë e martial arts e shumë çka tjetër, si trajner dhuna në shkollë. Po i shohim edhe nxënësit, por fatkeqësisht po i shohim edhe persona tjerë që shumët i kanë qenë nxënës, arsimtarin, edhe drejtora, edhe shumë çka tjetër.
A ke ndaj propozim që shmundet mu parandalu të kjo dhunë? Fatkeqësisht dokuri jo e mirë. Jo e mirë për shoqërinë tonë, për rinin tonë, po unë çka menoj prej perspektivës teme dhe prej profesionit tem, menoj që energji negative duhet me shndru në pozitive. Mënyra më e mirë unë menoj që është një art marcial. Në këtë rast, si mjeshtër i arteve marciale dhe trajneri i parë MMA-t në Kosovë, i ftoj të gjithë prind le të sjellin fëmijët, nuk është mosha e caktuar, edhe të shndrojmë këtë energji negative apo hiperaktivitetin e tyre në energji pozitive, ku pse jo komplet atë energji me kthy deri me një pikë që mu bëhet edhe kampion edhe përfaqësues të Kosovës në arenat ndërkombëtare. Përndryshe është diçka që është ndodhur shumë shpesh. Janë shumë raste të cilat na nuk i dina që nuk raportohen. Fatmirësisht që kjo është raportu, a është mirë? Jo, nuk është. Arsyeja pse po ndodh ka të shumta. Tash nuk kena nevojë me elaboru e vërtet është, po ne menoj që sporti është njëna prej filterave më të mirë që kjo mu shndru prej energjisë negative në energji pozitive. Shikues të patë mundësi me i po disa prej videove dhe fotografive krahas kësaj edhe fëmijët, por që ka shumë interesim edhe të prindërve me pru fëmin në MMA apo në çfarëdo sporti brenda asaj sale. Janë fëmijët problematik apo janë hiperaktiv që vijnë të kjo? E thash, nuk janë problematik, janë ma shumë hiperaktiv. Edhe njëna prej dukurive cila është qetësuese kohën e fundit që në shumicën e rasteve po këshyren mi largu prej telefonit, edhe prej iPadave, kompjuterit, edhe prandaj po këshyren edhe mi pru mu marrë me një aktivitet sportiv. Krahas asajna që hupin energji shumë, edhe është sport i cili, edhe pse, edhe fëmijët kanë stres. Kështu që vinë me larguat energjin e tepërt, e largojnë atë stresin e fëmijës, akumulohet stres nëpërmes lojrave të ndryshme në telefon, iPadat e tyne edhe programet cilat veç këta mirën, edhe ma merr menja që mushën me një energji pozitive, në fakt. Nuk ma merr menja, e di se është vrej deri tash ku ata shumë atë këfjellën dalin prej atyt edhe shumë ma pozitiv se sa hynë. Hynë shpesh herë me zërë, i bin pak me zërë prind, po më pëlqen që prind po janë, do me thonë, gjatë gjithë kohës, po insistojnë mi lanë edhe pak me zërë, deri sa pikapin hapat e parë. Mas ne, ata po këshyren edhe vetë në ardhë. Mosha fillon dikun prej moshës 4-5, deri me në moshë caktu me mirën veç me një artë marcial me ta, dikun prej moshës 3-14 vjeç, veç ja nisën pak me sfidu edhe me MMA. E bojna një mix të artëve marciale. Për ndryshe videot këtu në pamje cilat kenë, është njëni prej kampeve cilën e kena bo javën e kalume në Durrës, në Bregdetin Shqiptar, ku kanë marrë pjesë 21 persona, ka qenë kampi i parë i hapën edhe për antar jashtë klubit, edhe jëmë da shumë i knaqën se për 4 ditë kena mrimi majtë 5 seanca stërvitore me intensitet shumë të naltë, është bo qysh në mëngjes në ora 5 kena fillu seancën e parë stërvitore, ka zgjatë dikon rreth 2 orë, vrapi minimal ju kam 5 km, gjatë ditës e kam pas shujtën e parë mëngjesin ku mas shumë të natë pjesë jënë nga koncentru në protein që me kanë sa me pastërt shujta e mëngjesit e cila është edhe kryesorja. Gjatë ditës kam pushu, mramje kena pas prap intensitetin shumë të naltë të ushtrimeve, dikun rreth 2 ore. Mramje veç e kena përdor edhe saunën, do me thonë toksinat mi largu prej trupit, edhe në fund ditës veç darka, ku ka njët në protein pastërt, edhe veç s'ka pas ma vend për kur gjithë drejt në gjëmë. Direkt. Po, kështu që... hapsinën edhe energjinë vazhdu të rritë të tjetër. Kështu që kena kalu shumë mirë. Edhe që kam ka pëlqy ala ma shumë, edhe do që është të mëne demela të sportit cilë të kena pas, ka reflektu pozitivisht gjithë shka kjo kamp për ta, se përshët tash motivi është shumë i madhë në aspekt ushtrimeve të ata. Mirë, qka ofron kjo, le të themi, kjo shtëpia e sporteve luftarake, se e di që ka MMA, ka karate, ka janë goxha do sporte, po më duket ndoshta janë të gjitha luftaraket. Jo, bashkojve që afer, po. Kështu, House of MMA jo vetëm si shtëpia e MMA, si shtëpia e parë, ose vendi parë, tempulli parë i MMA-t në Kosovë, po na jena edhe një familje e madhe aty. Do me thonë, ofrojmë
te grup moshat e fëmijëve e ofrojna jiu-jitsun edhe taekwondon deri dikon moshën 3-14 vjeçare. Veç 15-16 e lartë jena MMA i pastërt, ku i përzina 2-3 arte marciale, zakonisht jiu-jitsun braziliane, japoneze, goditjet me dorë të boksit, cilat janë veç bazë, edhe goditjet me kam të taekwondos. Për ndryshe, kemi edhe orar ekstra të veçantë për kickbox, edhe grupi vajzave ku e bojna kickboxin edhe një pjesë të vetëmbrojtjes, që me kanë sa ma tafta në rast të rrezikut që me ditë mu vetëmbrojt. Kështu që qëtoja një bazë e punës cilët e bojna. I klasifikojna ditë, do me thonë, kondicionin e punojna enkas, forcën enkas, teknikën enkas, edhe gjithë shka në fund javës, zakonisht premteve, bojna ditën e sparingut, ku mundohem krejt një shti në një pak me këshyrë që kena mësu mrana javës. E the në fillim, je trajneri par i këti soje në vendin tonë, në Republikën tonë. E këtë rejtë dojnë trashëgimtarë kështë, a jënë të shku dikush hapave tu që me vazhdu mës me mbeti vetëmi, sepse jetës nuk i tjetë. Tash, po. Tash janë edhe dy djemë ish garus të klubit tonë, janë Rilin Cakolli dhe Bled Vuniqit, cilët kanë qenë edhe kampion të Kosovës në gara ndërkombëtare, se cili kanë orë të veta në klubin tonë, edhe pse kanë punë tjera, do me thonë primare, po besoj që metet puna e tyne, çka është e mirë për mu që jënë të i përcjell hapat e njëjtë edhe sistemin e punës me plan program të njëjtë në shkollën tonë, të themi që është. Po, në shkollën tonë, ose pasion për këtë miksin e arteve marciale, ka erë të ti, Albin? Ka buroj? Tash, si fëmi, diçka ka lindë mu, nashtë edhe prej filmave vizatimor, edhe prej filmave, atëherë, qa o e në konë, Jackie Chan, Bruce Lee, dhe krejt këto, po, ato e në konë, me që ato edhe jenë arrit, në atë ko. Nuk e di, si fëmi gjithë kom pas shef. Kom pas shef edhe unë nashtë më ka njani për aty në fëmive hiperaktiv. Që më kanë maj gjallë dhe një sport si futbol dhe basketi nuk kanë mujtë me më gopë. Jo më kanë entuziast për me mësu gjithë diçka ma shumë edhe si fëmi kom fillu. Deri me një moshë caktume, kom nërru edhe në sporte. Basket, tenis, kom provu diçka, por nuk e kom gjithë vetën. Edhe me një ditë të bukur e kom provu, më ka pëlqy edhe prej ati momentit nuk e më da ma prej sajna. Tash është bo ma veç pjesë e jetës. Tash nuk mëj pa ta. Nuk kalën dita pa pas punë me ta. Kështu që është diçka që pa e provu, nuk mund është me kuptu. Nuk mund të shas me kuptu, do është as me spjegu bashkë. E vërtet është. E ka një magjit veçantë si sport. Sa mëndet me ka një rrezikshëm për fëmijët e përmenda që ka fëmijë jashtëzakonisht shumë të vegjël në moshë paska, e deri të speditar cila mëndet me ka mosha mesatare se ma e nalta që marim pjesë. Ma të naltën e kena, thash, fillon dikon prej moshës 4-5, kur veç fëmija fillon me kuptu, ma të vjetërën e kena 50 vjeç. 50 vjeç. Po. Për ndryshe, rrezikshmëria gjatë orës deri sot, po flasë për klubin ton, u kom pothuajse 0. Nëse disiplina është nivel, edhe mënyra e duhur e ligjerimit për moshën e caktuar, atëherë lëndimet pothuajse janë 0. Për deri son nuk ka disiplinë, mbrana një orës, sidomos të një artit marcial, nuk mundet më mësu kur gjë hiq. E dyta, lëndimet mund me kanë shumë atë praneshme, se jo kujdesi, edhe ajo halakama në mrana orës. Mos koncentrimi, shkaku i zhurmave që mundet më është plotësisht e vërtet. Ata që janë kanë mrana klubit tonë, e din që sala është gjithë plot, po zani nuk njihet gjatë orës të mësimit hiç. Kështu që unë jam, po thëm, pak ma shumë nashta rigoroz gjatë orës mësimore me thonë të punës tonë, po, dhe me thonë, komplet kjo disiplin e ka pru suksesin edhe klubin tonë deri në këtë pikë ku jena. Mos të kish pas disiplin, nuk ishëm rri deri këtu. Saj përket të lëndimeve, muj me thonë që deri sot asë një nuk i kena pas. Do shta të vogla në një atë këtë. Ato të vogla, po, ato e në dishka... Me pa kokëll që ashtë është. Ka goditje, ka normalisht. Ka, këto jem të folë për lëndime serioze, po, se këto të vogla mujna të ecë me rëshit dhe murëzu. Shto që qashtë, po ato veç mujnë me ndodhë, po. Mirë, gjithë këta sportist, gjithë persona, fëmijë edhe të mdhenjë edhe të rritur dhe adoleshent, ka prodhu shtëpia e MMA-t edhe kampion, kemi persona që janë gara serioze,
Po, ka pas ndër vite shumë. Medaljen e parë qysh mas një vit ja kena pru Kosovës. Do me thonë na si House of MMA. Mas ne ka vazhdu djem tjerë, ka vazhdu Rilin Cakole, është ka në kampion balkanik, i cili ka pru medaljen e Kosovës. Ka qenë edhe Bled Vunici, ka pas edhe plot ndër vite. Do me thonë jena të full për një dekad punë deri tash si klub. Për ndryshe që dash në këtë fazë jena të e përgadit një djallë Amar Arifin, vetë sa ka kalu në senior, është ka nga Rus në karate, edhe koncentrimi, po thuj se i krejt klubit tash është aty. Emrat para prak të cilët i përmena janë aktiv në sport, se cili prej tyne, po tash kanë fillu me klasat e veta dhe dinamika e jetës edhe punë profesionalit të tyne i kanë distancu pak prej garimit. Për ndryshe, tash koncentrimi komplet është aty edhe po shpresoj që kena me arrit ato që une e kam veç në plan programe të, se është një shpresë e mirë edhe fort për sportin e MMA-t. Definitivisht, jo vetëm për MMA, po me aqë so edhe pe përvojës tempo dhe nëse shfleton cilin dush sportale, shet që gjithmonë është judoja, janë sporte luftarake që kemi sukses goxha më shumë, a kemi brumin që jemi pak ma luftarak si populla, që ka është puna që kemi edhe dëshirë, pak ma shumë me pos, le të themi, jo vetëm një shtëpi të MMA, ndoshta shumë klube tjera që ja japin hapësirën fëmijëve që janë hiperaktive dhe janë të fuqishëm. Jena si popull mendoj pak ma shumë temperament. Edhe kena qef me sfidu vetën. Fatkeqësisht shpesh herë dina me u step gjatë këtij rrugtimit. Do këtë shumë e letë se na veç finalen e shohëm. Jo finalen në garë, po veç finalin kura i del në oktagon edhe e kryen punën e vetë. Edhe tani na prej pjesës kur jena ullën e shohëm, po pse s'ja bune kështu, pse do me thonë shumë është letë me parazgjyku prej karrikës. është këtë rrugë gjatë deri sa më rrinë aty. E ta shune po menoj që këtu ka talent një person i cilin prej përvojës temë, gjithë flas, talentin në sportin e MMA-it, nuk është për me kap një teknik shpejt. Po talenti këtu është për mos mu dërzu. Se ka shumë që kanë talentin e kanë tepër të madhë, e sofistikojnë teknikën shumë shpejt, po dërzohen shumë shpejt. Edhe unë e menoj që talentin këtë sport është mos mu dërzu gjatë gjithë kohës me kanë i pam poshtur ndaj vetë vetës. Se kur dërzohesh, atër je dërzu prej vetës, jo prej kundërshtarit. Këtu si popull po menojmë përgjithësi kemi shumë klube, në përgjithësi të sporteve luftarake dhe të arteve marciale, për ndryshe jo shumë garus të suksesshëm. Pse? E thash dorëzimi, se nuk është rrugë e letë për me më rritë deri me një pikë të caktume. Fatkeqësisht, nëse nuk mujna mu krahasu me Evropë, po në shtete evropiane vetë sistemi jetësor e financon një talent për me jetu prej qasajna. Te na nuk po është e mundshme, arsyet janë shumëta se mundësia dhe lufta për ekzistencë njëkohësisht edhe me u bo një sportist edhe një kampion i suksesshëm profesional ka kosto dhe punë dhe kohë gjatë. Dyjat bashkë nuk mujna me balancu fatkeqësisht në sistemin jetësor tonin. E po menoj që kjo është arsyeja kryesore. Ka nevojë që institucionet, ministrit ose dikasteret përkatëse me qenë më afër për mduket të sportistëve, edhe të MMA, sepse më herët e kemi pas edhe në kampionin në karate edhe trajneri vetë i sakcurit të regoj që ka shumë nevojë gjithmonë, sidomos në sporte individuale, nëse mund të mi thonë kështu. Se zakonisht subvencionohen paka shumë klubet futbollit, basketbollit, po edhe karateistët, edhe shumë qka tjetër subvencionohet, po jo dhe asë ndoshta për me i plëcu kushtet që me pas edhe një kamp që shepatët jo në vikendin e kaluar që e përmende. Unë e menoj që ambasadori ma i miri në shtetit është sporti, ose sportisti, sidomos sportistat individuali. Edhe pse është vetëm një sportist në sport të caktum, në këtë rast po flasëm për MMA, është një grup i madh i cili punon me të. Do me thonë, futbolli ka 11 persona me një anë, përgatitën të 11-it, është një trener, po është edhe një pjesë tjetër mrapa. Këtu është një garuz, po janë 70 vetë cilë do të minajt mrapa për me ardhë puna deri të një profesionalitet edhe të një sukses i mirë deri në finale. Për ndryshe ka shumë faktorë që kushtojnë.
edhe menoj që i zhdoft shteti, jo veç MMA-in, po në përgjithësi sportet individuale, me i financu pak ma shumë. Për ndryshe, a ka brum? Ka. A ka talenta? Ka. A ka hiperaktiva që mujna me u shëndru atë energji negative, pozitive, edhe me o pas që shtojnë anë popull hajrin, si shpia, si shosnia, si shkolla, si rrethë, si gjithkosh. Po, kështu që nashta me një ndrem shumë të vogël në sistem të ministrive apo këtyne subvencioneve shtetnore ndaj klubeve, menoj që kjo është shumë letë më në të më regullu. Mirë, për fund, po ju nga rëndësia, do të shohim përsëri kampet të tilla, me qef isha ardhë dhe unë, po e pas të kështu orarin i cili se di, në ora 5, po mundemi më uqu edhe me flajta 5, veç me drukëror në gazetarët, po ju të MMA do të keni hapësirë edhe për të tjere që janë pjesë e House of MMA. Po, muin tjetër e kena menu në dikon vise malore me bodhe një kamp diçka të tillë. Për detaje nuk kena vendos as data as kur gjë, për ndryshe ekskluzivën po e dha të ju në emision në qershor të këtij vitit, në Kotor të Malit Zi, një kampion i MMA-t, UFC-s, Triple C, 2 trener të American Top Teamit kanë me ardhe, kanë me kam prezent në Kotor. Ka mu majt një kamp veror, 5 dit, 2 herë në ditë ushtrime, kontraktor kryesor për këtë kamp në Kosovë jena ne si House of MMA, edhe kush dënë mu lajmëru në mesin e, do me thonë, kampionave botnor, ofër Triple C's, me ushtru atëherë mujnë mu lajmëru në klubin tonë. Për ndryshe, në atë kamp kanë me marë pjesë edhe amatorët, gjysëm profesionalt, edhe profesionalt. Kështu që qëto janë, do me thonë, për pjesën e parë të vitit, qëto janë planet tona si... E keni njësë fuqishëm. Po mundohme dhe kena me majtë. Shpresoj që edhe fut vitit të jetë po aqë fuqishëm me vendet para, me medalje dhe me sukses të sportistë të soma pak dëmtime. U gëzëfsh, faleminderit. Faleminderit, ishte knatësi për këtë bisedë, të shiroj vikend marë, ndonë se jo e keni punën, që e keni edhe asë në vikend do shtas pushoni. Nuk pushojna se sporti nuk ka të ndaljon. S'ka pushë pa sporti, definitivisht. Faleminderit shumë. Knatësi.